ndarje së shitblerjes sipas llojit të produktit që është në treg. Do çka jemi tu blej, edhe çka jemi tu shit, atëherë ndahet në 3 lloje. Shitblerja në këtë aspekt ndon 3 lloje. Lloji i parë i kësaj ndarje i thojnë shitblerja e normale ose shitblerja e përgjithshme, e cila pothuajse bëhet në shumicën e botës, në shumicën e vendeve, dhe zakonisht kur flitet për shitblerje, në mendje njeriut i shkon ky lloj i shitblerjes, e që është blerja e artikujve, produkteve të caktuara me parë. Kjo domethënë është shitblerja e përgjithshme. Domethënë e merr parën për me bë pagesën, ose në forma të ndryshme për me bë pagesën, shkon edhe ku është malli, ku është artikulli që don me ble, qoftë në depo, qoftë në treg, kudo që të jetë, edhe e bën pazarin e blen. Kjo është shitblerja e përgjithshme, ose i thonë el-bejul mutlaq, që është për qëllim blerja e artikujve me monedha, me parë ose me ari, ose me argjend. Pastaj lloji i dytë i kësaj ndarje është këmbimi i valutave ose i monedhave, që quhet në gjuhën e shariatit beju sarf. Do thotë i bën ndrimi i valutës me valutë, ose ndrimi i monedhave të cilat kanë qenë në të kaluarën të përhapura dhe që kanë shitur dhe kanë blerë njerëzit me tu. Ne e dim që deri në kohët e vona shitblerja është bërë me valuta të arit dhe të argjendit. On gjithsesht dinari edhe dirhemi, edhe për ata në hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam e kemi që kur përmendet shitblerja, kur përmendet gjërat me vlerë ose gjërat që kanë çmim, pejgamberi alayhi salatu wasalam merr shembull dinarin edhe dirhemin. Domthonë dinari ka qenë monedhë e arit, ndërsa dirhemi ka qenë monedhë e argjendit, edhe kështu është bërë shitblerja deri para pak vitesh, kur kanë hyrë në përdorim pastaj kartmonedhat ose monedhat, valutat që i kemi na sot, me të cilat tregtojmë, shesim dhe blejmë, ama për ndryshe ari edhe argjendi ka qenë monedha me të cilën është blej, është shit edhe është bë pazar me tu. E beju sarf ose këmbimi i valutave është për qëllim ndrimin e arit me ari, ose blerjen e arit me ari me thonë, ose të arit me argjend, ose të argjendit me argjend. Mirë, kjo tha më herët që ka qenë në të kalumen. Ndërsa, o thonë në kohën tonë, përveç që i kemi kartmonedhat, do më thonë i kemi monedhat fizike të cilat i prejkum, edhe janë pasuri, do më thonë e prekshme, e kapshme, kemi pastaj edhe monedhat elektronike për cilat gjithashtu do të flasim.